Prandaj unë flas atyre me një shembull tyre, po flet në këtë rast për farisejtë, po ka dhe sot farisej dhe gra që nuk kanë në udhërimet e Atit, dhe mua më vjen keq që akoma disa prej atyre besimtarëve e ndjekin. Dhe normal që kanë të tjera, sepse nuk e se ka është vetëm pentakostalizmi apo karizmatika, lëvizja e besimit. Ke reformistë, ke baptistë, të njëjtët konteksti ke. Kur anullon urdhrimet e Atit, kur largohesh nga fesat e tija biblike, me shenja e bishës, e figurës, edhe pastaj normal që shumë do marrin dankën fizike kur të vijë në atë ditë. Por qëndrueshmëria e shenjtorëve, zbulesa 14, thot hapurazi, vargu 12, rezistojmë, të ndrojmë kundra Satanit, siç na tregovi Mesia në Mateu 4:4, për të zbatojmë urdhrimet e Atit, të jetojmë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim, që ajo fjalë që ai tha që është shkruar ku në ligjin për 33, citovi Mesia në Marku 4. Këtu është qëndrueshmëria e shenjtorëve, zbulesa 14. Ata që zbatojnë urdhrimet e Atit dhe kanë besimin tek Jashua, tek Mesia. Tërë kontekst, tërë paketa, tërë të urtësia, ecja jonë, dishuplizimi, që nga zana filla deri tek zbulesa, urdhrimet e Atit, besimin tek Biri i Tij.